nga Nikandria tani erdhi me dhe një që shkap i hojë zbulimin, zotëria u furnizua nga Beogradi dhe hapi komplet magazinë të gjitha nda, elektroshtëpiake komplet të Jugoslave. Komplet. Durrës, Tiranë, Vlorë. Dhe pasaj nga këte, na vendosë Vlorë, ku që zëma e Shqipërisë, dhe në hapi veshën. Kupton djalove jo? Pra dora ka qenë në servis, ju bëjt trazirat. Valle, hapi atë, i vuri zjarën në një tarafis më zonën, edhe vetën i zbirë, që sa njëzë e saja, dërshon emrin me pashaport turke. Dhe unë, sa bërë të rëzyrë në Ankara, telefoni, jam drejtori përgjithshëm policisë si Izmirit, në mund të 10 milion banor. Shtetë më vetëm që urdhoni, thëmë. Zoti filan, po, bisedohen me drejtorin qendror në Ankara dhe në telefonin tuaj të komunikoj diçka urdhëro. Kemi një zonjë këtu, që kemi sjell parapurgim, ne dim që Shqipëria është stranon. Që do bëjmë? Sa të dërën të pranoj. Tani me dy zjarra vetë. Si më ndodhe me gazetet e so kampion njëri u lufta vetë. Dhe kërë gazetet Turqie dhe mos e nga shmandodhë më mërgjarti. Po dhu dyshit të bërbalë. Edhe, sepse ati shteti botës nuk lejon që drejtori shërbimit informative, shefi shtatë përgjithshëm dhe disa funksionet e fatë largohen nga dheu për 5 vjetë. Ka ligj bota. Të ne është kaos. Rëmuj. Këzit e... S'po të them si u organizua avioni qyshtek. Edhe, ajo të përmpa muaj, po që kemi moj zonjë, me emrun, ngeli. Dhe, u detyrua firmosi që ishe Shemsie Kadria. Po mirë mor djarë që atë me informova në Gjebejtanin, buri shkërqyë, po as mish as peshk, dhe në mos e nga, nësa Pascal Milua, ministri më i keq ka patur Shqipëria, po theksoj, ministri që shkatëroi unitetin e diplomacisë ushtarake me diplomacisë civile Pascal Milua, e traktoi libër tani me fakte, nuk dërgon akoma shkresë urgjent Ministrisë Jashtme për sjelljen në Shqipëri të zonjës në fjalë. Dhe kryo konflikte me disa tashok ushtarak dhe ambasadorën në Ankara, dhe janë problemet të cilat ne kemi kaluar shumë thjesht, sepse tradhtia ka pushtuar shtetin e politikën shqiptare. Ka vite, në 10 vite më vonë. Kështu që të gjitha ato që kryuan në Shqipëri nuk kryuan asnjë, shiko kush janë, kapterër, kupucarër, dhe më the thash, me gjithë shtetet huaja, punojnë sot të rekrutojnë, të ushqejnë dhe të përdorin kur të duan, thonë na merret tani. Dhe vuri zjarrin. Po, ju si shikoni shtrirjen e agenturave të huaja sot? Besoj ju i kuptoni sheshit si funksionojnë, apo ata nuk nëse kanë shumë punë dhe shumë vështirësi për të tepruar? Tani, para se të arrestoi Miloševiqi në kullëmën e asaj bëj një debati më të shumë. Dhe i thanë ku kanë vatë kaq milion dollar. Edhe Greqi. Dhe ai tha, po më këshin shku ato milionët atje ku duhet, tha nuk dhe për Shqipëria s'u bëj që dojë, u shka për Shqipëria. Unë tha me një skuadrë gjatash, vetëm durës brenda natës. Ndërsa atje në Itali, në Greqi, që ka thënë edhe herë tjetër në para, po tërhoqja pasaj nga televizori kur smura nga Covidi, bëj debat me ministrit jashtëm dhe ministrin mbrojtjes. Pse bëj debati? Çu e para? Dega agenturës zbulimit ushtarak i vepron në petun politik, jashtërit, në pikpamje diplomatik kalon nga ministri jashtëm. Jo në? Dhe buxheti që ka për këtë ministri mbrojtjes ja kalon të menaxhojë ministri jashtëm në vetë ambasadës, po? Dhe ministri jashtëm akuzon Greqi ministri mbrojtjes. Ku apo jo? Ministri e kundër apo ku shko barat? Ajo përgjigj. Po mund të shko parat atje, tha. Ti e shiko se ku ka përfunduar shteti këtu afër, tha. Ato parat e bërë copë, to dhe në pranaj unë këthem në Shqipëri, në sheshtet Starbej, kërcejnë valla agenturat e huaja, hanë e pinë, që do qefi. Zoti Dimaj, ju keni thënë që ne kemi pas plan për të hyrë në Kosovë, po